Shqipëria mund të përfshihet në mënyrë indirekte në mbështetje logjistike të operacioneve amerikane në lindjen e mesme përmes përdorimit të infrastrukturës së saj ushtarake. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi deklaroi se përdorimi i bazës ajrore të NATO-s në Kuçov nga Shtetet e Bashkuara mbetet një mundësi e hapur në varësi të zhvillimeve dhe kërkesave që mund të lindin në kuadër të aleancës. Republika e Shqipërisë ka marrëdhënie strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi që në vitin 2015 një marrëdhënie strategjike me ta që është përtej edhe angazhimit tonë. Mbetet për të vlerësuar dhe për të pa në momentin që një kërkesë e tillë do vi zyrtarisht nga pala amerikane. Baza e Kuçovës është baza e NATO-s edhe besoj që gjithë vendimarrja që lidhet me këtë pyetje që ju bët, lidhet edhe me angazhimin e Shqipërisë në aleancë, mbetet për të vlerësuar. Në të njëjtën dalje publike, ministri Nufi njoftoi një zhvillim të rëndësishëm edhe në industrinë ushtarake shqiptare. Sipas tij, kompania shtetërore e prodhimit të armëve Kajo është autorizuar të hyjë në negociata me 2 kompani për prodhimin e mjeteve lundruese dhe dronëve ushtarak që do të mbajnë markën Made in Albania. E para dhe dyta lidhen janë 2 VKM që janë miratuar për autorizimin e shoqërisë Kajo për të negociuar, për të lidhur marrëveshje me 2 kompani për së pari për krijimin e mjeteve lundruese në Republikën e Shqipërisë dhe dyta për mjeteve pa dron, mjeteve fluturuese pa pilot, pra dronët luftarak. Është për të veçuar fakti që këto 2 vendime të Këshillit të Ministrave janë domethënëse, është hera parë pas kaq kohë që në Republikën e Shqipërisë po krijohet substrati për prodhimin e mjeteve lundruese në Republikë dhe kjo është diçka që me vërtet na bën ndjehemi krenar dhe Gjithashtu, Nufi bëri të ditur se shumë shpejt Ministria e Mbrojtjes do të komunikojë edhe statusin zyrtar të ushtarakëve shqiptar, një çështje që pritet të prek drejt për drejt kushtet e shërbimit, trajtimin financiar dhe përfitimet e personelit të forcave të armatosura.